zoni më i keq, dini cili është? Që njëri mund me një nga herë zonin më të keq në botë. Me e piskat me kush që e ka zonin e keq, a di cëlla ushtim më e keqe? Në momentin kur ti të shtërinë në vorë, ti vënojnë drasat edhe ta qesin dhejve. A dini atë zonin bu. E keni një, apo? Qaj zoni atë zonin më i keq që më shmini, a di pse? Se që ati e di se ma gjithë që ka marri. Edhe në qatë moment ti je në vorin ta. Edhe vitë me la që ti bojnë pyetjet, apo? Zotë jonë kusha? Allah, shumë letë, apo e thojnë? Kusha pejgamberi jonë, Muhamedi alayhis salam? Kusha feja jonë, Islami, apo? Shti shumë letë, apo? Veç gjunahi e dini për aktivizohet. Kur bot aktiv gjunahi që ki bu. Në momentin kur ti do me thonë fjallin la ilaha illallah tu dek, edhe në momentin kur ti je përgjigjit. Hajde trash në gune juve dhe thuj Allah. E trash gune, së në qëtë, apo? E Allah ka me ta trash gune tane, në momentin kur ti lip me thonë fjallin se Allah jasëti. E nëse i thu ti tu tre përgjigjit, nëse shkon rrugës drejt gjennetit, njëherë Allah i ta kthej ftyrën tane, ka zjarri gjennetit. Por edhe ta qelë Allah i dritarë në gjennetit. Edhe të tojnë në lagët e eshet që ki zjarë. Nëse shikon për muslimanve, për besimtarve që e ki adhuru Zotin, nëse shikon për ative që i kshemu Zotin, që të ishte kanë venjot. Po tash ta rotlloj ftyrën tane ka dritarë e gjennetit, edhe tan jetën tane kime pa gjennetit. Edhe që e ka muhu Allah, që se ka dasht Allah, na shta ka vesh musliman me ima. Kur t'hije në vorë, mane me, ja kthej njerë ka dritarja gjennetit, ja do zemra më konë që ti. I thojnë, nëse i shikon për besimtarët mirë, që ty e kështë po në hajnë tash ka zjarë e gjennetit. Për në vorë Allah i t'jep sinalet, ti a i e këni. Se nuk dhjetë definitivisht në vorë ti a i e në gjennet. Gjykimit e Allah.